Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha dhe deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri zhvilluan një interpelancë në seancën plenare të kësaj të njëjtëje për planin e rritjes së BE-s. Deputeti Kapri i kërkoi të mbante qëndrim si ministër dhe të mos fliste si ambasador. Gjatë fjalës së tij, Kapri pyet ministrin se kur do shfuqizoj ligjin për investitorët strategjik, si dhe pse nuk sill kërkesën për shfuqizim dhe ligjin për pronën e zonave të mbrojtura. Nuk mund të rini më në petkun e ambasadorit, zoti ministër, po duhet të mbani qëndrim këtu. Dakord? U kërkova konkretisht, siç keni premtuar edhe në planin e rritjes, për abrogimin e 2 ligjeve. Kur do bëhet kjo? Nuk e thatë përgjigjen. Hoxha tha se ai kishte pranuar interpelancën për të folur për planin e rritjes, pasi Ministria e Jashtme nuk mund të flasë për pronat. Ministri u shpreh se qeveria ashtu siç është angazhuar për të mbyllur kapitujt, ashtu është angazhuar dhe për të bërë implementimin e reformës së agjendave. Ministria që unë drejtoj nuk merret ditë për ditë me planin e rritjes, nuk është detyrë e Ministrisë së Jashtme, ka një institucion të caktuar që merret me këtë dhe prezantimi për planin e rritjes këtu bëhet nga një ministër tjetër. Megjithatë, në respekt të kërkesës tuaj dhe duke pasur parasysh mbikëqyrjen politike që Ministria e Jashtme ka për procesin e integrimit, unë jam i gatshëm t'ju përgjigjem interesit tuaj në letër. Ajo që duhet them është që plani i rritjes është një prej proceseve më të rëndësishëm dhe më përmbajtësor në marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian. Është një instrument i ri, i krijuar enkas, është shumë ambicioz dhe është konceptuar për të përshpejtuar konvergjencën ekonomike dhe institucionale me vendet e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian, duke krijuar përfitime konkrete për qytetarët dhe ekonomitë tona. Plani i rritjes, siç madhomendja e keni parasysh, ka një arkitekturë krejt të veçantë, sepse mbi vendoset në mënyrë të natyrshme me procesin e negocimit. Masat e parashikuar në kuadër të agjendës ndërkombëtare të reformave përkojnë dhe janë komplementare dhe plotësojnë angazhimet që Shqipëria ka marrë, po merr dhe po zbaton në kuadër të negociatave me Bashkimin Evropian. Në fund të diskutimit, ministri Hoxha ritheksoi se prioritet mbeten përmbushja e reformave të kërkuara nga BE-ja, ndërsa deputeti Kapri kënguli në nevojën për më shumë transparencë dhe llogaridhënie nga qeveria.